Përshëndetje shikues të nderuar. Sot në misionin e Gjerit të Gjeri kemi musafer shefin Kristof dhe me luti Gjeri me abo disa sarme me fleta trushit pasi janë tradicionale të na zakonisht për ndonjë festë ose për ndonjë musafir veçantë për arsye se nuk u bash lehtë në këto gjethe të vogla mi palu e mi rregullu, po unë e hatri Kristofit e hatri Gjerit sot do t'ju bëj sarme tradicionale tonat me gjethe të rrushit. Prandaj, është pothuajse njëjtë si receta e sarmave, vetëm se këto pështillen me gjethe të rrushit, edhe hudrat të sarmat është pak më shumë dhe më e madhe, kurse këtu duhet të prejetin, edhe është vetëm një thelbi hudër. Sa më ia dhon ashtu një shije veçantë. Unë gjithashtu edhe për këto sarma nuk e forgoj as qepën, as mishin, për arsye se kom qenë një stil temin që më pëlqen dhe është stili jam që e bëj unë, nuk e di se si i gatuni ju, por provon edhe ju kështu në këtë mënyrë, se besoj që do t'ju pëlqen. Prandaj ju nevojitet mish, unë mishin e marr te eBay-ja nër Kurriz. Është një mish jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht i freskët. Është kur t'hinat mishtore, është aq pastër, aq mirë sa që ju hidhet me hongër që ashtu pazia i mish. Prandaj, eBay-ja nër Kurriz e ka mishin fantastik që unë nuk e ndroj që 30 vite. Pra, e merrni mishin, e veni kështu në një enë për me përzit. Një qep, unë i du qep të dhe kështu që një qep të vogël ose një gjysë të vogël ose një pak më të madhe. Oriz, për gjysë kilogrami, 2 filxhanat kafes turke të vogël, oriz, një thelbi hudër i prerë im. Krypën e euronit pa tjetër, gjithçysh e përdorni. Pak piper të zi, pak komet, me thonë pak, vesh, unë e du piperin e zi në sarë ma shumë, të me thonë një lungë qaj plë. Gjithashtu, piper të kuq. Një lugë, 2. Dhe të gjitha e kemi këtu dhe i përzini. I ngjesh një mirë deri sa të fitoni një brum ashtu të mirë, pra që brumi është i gatshëm. Dhe tash të fillojmë me i mbështjell. Nëse keni gjethet e vogla, atëherë i bëni ka 2, ashtë qa me bërë, se kur nuk po kemi mundësi me mbështjell vetë, atëherë edhe e mene këtë pjesën, kjo që është e mbrapshme gjethet e këtheni ka mishi, sepse i ka ato fijet dejte vetë, prandaj i thithat aromen e mishit ma mirë. Dhe i mene kështu, dhe me thonë këto pak ma të vogla janë, edhe i vene kështu në arrita, një pështjell një fitu një sanë të vogël fletës trushit. Të pak e ndrydhni kështu, mirë, dhe kështu të mirë e leni në tavë. Edhe tash ti sarmet i mbështjellëm dhe i qëtëm të në tavë, dhe tash po e bojmë pak në mionit vogël, sa që me pas edhe një shije ma të mirë. Edhe ashtu ajo shterët, po me gjithate dalin sarmet ma të shishme. Të në meni këtu në tigan, e veni pak vaj, dikun gjysë lugë mjell, edhe përzini mirë. Tashti, kur të nxehtë zakonisht kjo për mos mu i thu piperi kuq, atëre largoni pak në ullën, dhe më dhënë kjo temperatura e vajit dhe i shtoni pak piper të kuq. Jo shumë, vetëm sa mja ndryshu pak ngjyrën. Nëse mjafton, sa më. Edhe tash shtoni pak ullë. Ullë filtrum të kamelotit, i cili na mundëson
edhe gjellat me bo me ujë të shëndosh dhe të pastër. E tash, përafërsisht, i shtoni ujë sa që ju marrë mendja që mundeni me mbulu sarmet deri në gjysmë. Se nësi mbuloni ma shumë, atër ato jeshin si takshme, por pasi na vynë sonte të gjeri për trojës të rumbullakët, atëherë e bojmë me ma pak lakë. Dhe këto tashti e na një temperaturën. Kjo mi thonë si salcë, si shtesë, si sarmeve jashtoni një 2 gjethe dafine. Jashtoni pak krep euronit. Dhe normal mundin me shtu edhe erza tjera të cilat i preferoni, oregano, ose bërgjërok, ose nanagjek, ose qka do tjetër. Dhe tash, pasi ka vlu kjo mirë, dhe o bo një mas e njëjtë, këto ka dale jashtojmë sarmeve. Dhe shikus të ndëruar, tani këto e vejmë në furë të zihet deri sa të shterët uji. Dhe tashti sarmet janë të gatshme dhe mundemi nxjerr prej furrës. Duken shumë mirë, shumë bukra, sigurisht janë po aqe dhe të lezetshme me ngra. Dhe pasi këto unë sonte kam e qu të gjerit, se kemi musafir, atër unë po i pështeli mirë dhe po i lo hazër me i qu, tash kemi këtë folinë e finë se cila po na mundson edhe praktik, edhe bukur mu duk, mbështelja. Dhe çka është ma me rëndësi, është shumë e mirë edhe ka një dizajni shumë të bukur. Ka e zbukuron edhe mbështelja. Dhe shikun që të ndëruar, atje të gjeri do të shihni dhe do t'i servojmë ashtu si e lypë rendi. Pra unë ju përshëndes me këto të mirë dhe të shishme me sarme me fleta trushit. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes dhe këjruar gjithë të mira.